Një pjesë e klubit më të madh në botë, Barcelona, të premten zbarkoi në vendin tonë. Ata erdhën në përvjetorin e 10 të grupit të tifozëve nga Kosova të quajtur Peña Kosovar del Barcelona. Të kryesuar nga ish-kapiteni i viteve 60 dhe 70 të Barcelonës, Josep Maria Fuste, më pas drejtori i Komisionit Social José María Barnels, drejtori i Konfederatës Botërore të Penjave, Antonio Freire, zyrtarja e protokollit Arlet Marin, morën pjesë në manifestimin organizuar në Hotel Emerald në Prishtinë. Të pranishëm ishin edhe krerët e lartë të Federatës së Futbollit të Kosovës, të prirë nga Fadil Vokri. Peña Kosovar del Barcelona formohen në shtatorin e vitit 2005 dhe gjatë kësaj periudhe ata kanë marrë pjesë edhe në kongreset të tifozëve të organizuar nga Barcelona, derisa nuk ka munguar pjesëmarrja e tyre në ndeshjet të klubit të zemrës. Madje në finalin e fundit të Ligës së Kampionëve të luajtur në Berlin, për herë të parë klubi katalonas shpërbleu tifozët kosovar me 3 bileta. Njëri prej themeluesve të këtij grupi dhe meritori për sjelljen e zyrtarit të Barcelonës në Kosovë, Adnan Ahmeti, duke ju dëshiruar mirëseardhjen mysafirëve, theksoi se misioni i grupit që udhëheqaj të vazhdojë vitin e ardhshëm me sjelljen e kampit të Barcelonës në Kosovë. Mirësevini në kërkimin e vërtetorit të terminimit të Peña Kosovar në FC Barcelona. Për mua është kënaqësi e veçantë të flas sot në emër të Peña Kosovar para mysafirëve të nderuar nga FC Barcelona dhe para jush. Dihem vërtet i privilegjuar dhe pashtu ka përgjegjësi të madhe. Dhe siç e tha Andiri, emocionet të jashtëzakonisht të mëdha, të flas para një klubi tifozësh që takojnë klubit më të madh të futbollit që ne sot porta, që ndoshta do të njeh ndonjëherë historia e futbollit. José María Barnels theksoi se ata do të jenë të nderuar që kanë ardhur në Kosovë në vendin që kanë ngjashmëri me Kataloninë, e cila po kërkon pavarësi nga Spanja. Ai shtoi se nuk i brengos as pak fakti se Spanja nuk ka ambasadë të saj në vendin tonë, pasi për këtë përkujdesen tifozët e Barcelonës. Në klubin e Barcelonës nuk është me rëndësi numri i tifozëve për kualiteti i tyre. E di që Spanja nuk ka ambasadë në Kosovë, por Barcelona e ka atë dhe ju jeni ambasadorët tanë këtu. Unë besoj se pas 15 viteve do të vi sërish këtu për të festuar 25 vjetorin e juaj. Barnels dha edhe një lajm të mirë për talentet e Kosovës. Bulgaria, Grecia, Çipre. Me Adnan Ahmetin kemi biseduar edhe për projekte që disa ekipe të fëmijëve të vinë në Kataloni dhe vitin e ardhshëm të mbahet një kamp në Kosovë. Nga pozita ime do të mundohem të bëj çmos që vitin e ardhshëm ta mbajmë këtë kamp në vendin tuaj. Në vazhdim rrodha e erdhi legjendës së Barcelonës, Josep Maria Fuste, i cili nga viti 1960 deri në 1972 veshi fanellën e blaugranas, derisa për shumë vjet ishte edhe kapiten. Ai më të marr fjalën nga emocionet nuk përmbahej edhe nga lotët. No entendéis el resto. Creo que me costará hablar en castellano para que me entiendan. Zakonisht në ngjarje të tilla nuk mund të përmbahem. Në kohën time nuk kemi fituar shumë gjëra dhe ju keni fatin që po jetoni këtë epokë dhe po i shihni të gjitha trofetë që po i fiton Barcelona dhe po sjell futbollin më të mirë. Prandaj Barca është e dashur për të gjithë ne. Ne jemi dy vende me probleme të njëjta politike, u shpreh Fuste. Kryetari i FFK-s Fadil Vokri, që ndryshe u quajt edhe mesi i dikurshëm i Kosovës, falenderoi mysafirët në emër të klubit dhe futbolldashëve, duke thënë të ndihen si në Barcelonë. Të flasë për Barcelonën është një privilegj, sigurisht ka parafolësit që i thanë gjitha, më brekun do të dy momente, do të ndoja nga gjitha këto diskutime që i dëgju. Zotit Fuste do të dëshirojsha, me qenë se kemi probleme të njëjta, me qenë se ne një familje kemi zgjedh problemin tonë, do të dëshirojsha që edhe Katalonia të zgjedh problemet e tij. Tjerat në fush do të veçoja me drejtorin e kohezionit social, zotin Barnels, i cili tha se përkundër qëndrimeve shtetërore të dy shteteve, Barcelona e ka ambasadën këtu dhe unë dhe të gjithë dashamirët e futbollit, por jo vetëm futbollit, sepse Barcelona nuk do të ishte ajo që është, si
sikurmos ta zhvillonte kohezionin social në gjithë Evropën dhe botën. Në fund, Penja Kosovar del Barcelona ndohë mirënjohje për mysafirët, derisa këta të fundit dhuruan edhe fanella me emrin e grupit të tifozëve të Kosovës. Okay, fine.